Të nderuar dëgjues, mirë se vini në Ligjërim, hapësirë kjo që i dedikohet artit të komunikimit. Jo thjesht si një zanat, po si një mjeshtri, një vend ku bëhen bashkë pasionet tona, ku shihet bota si art për ta kuptuar më mirë njëri tjetrin në të gjitha fushat. Sot kam nderin që të kem mysafir në studio, një mysafir që ju tani më e njihni nga ekrani, nga deklaratat zyrtare, nga mjeshtria e të artikuluarit, nga qetësia e të interpretuarit dhe nga gjuha e shkrimeve. Me mua dhe me ju sot në studio, zotëri Besim Hoti, ish zyrtar për informim në Policinë e Kosovës një periudhë të gjatë. Mirë se erdhe, zoti Besim. Zë Fatmire, ndere dhe kënaqësia është gjithmonë e imja, e veçanërisht jem në studio ku ne ballë njëri tjetrit diskutojmë për çështje të cilat janë në interes të publikut gjë, por edhe ato të cilat porosi kryesore mund të adresohen publikut për të shfrytzuar ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë Besim. Unë të falenderoj gjithashtu edhe në emër të kolegëve të mi që keni qenë gjithmonë i hapur, i pranuar në çfarëdo kohe që kemi pasur nevojë për deklaratat tuaja. Faleminderit. Gjithashtu gjithmonë ka qenë kënaqësia ime që bashkëpunëtor në jetën veprimtarinë zyrtare dhe kem gazetare. Kam një respekt veçantë për punën e gazetarëve, gjithmonë kam thënë që është një punë me interes të përbashkë, sikurse policia dhe gazetarët, por janë mjetët e punës ato të cilat bëjnë dallimin. Është edhe kënaqësia jonë. Aq më tepër që unë për herë të parë sot po të shoh pa uniformë, se kjo uniforma se çta krijon edhe bashkëbisedën me tjetrin e bën që personi të jetë pak më i rezervuar, ndoshta mund të them më shumë i respektuar ndaj uniformës. Do të bëjmë një intervistë të lirë, Besim, sepse kemi gjithçka që të flasim. Arsyeja pse edhe vendosët mos jem prezent në uniformë ashtu që mos të japim ndjesinë zyrtare të komunikimit, mbase po flasim për artin e komunikimit dhe nuk është kjo tema kryesisht për çështje zyrtare të punës, prandaj ta shfrytëzojmë këtë mundësi në mënyrën sa më të lehtë dhe më lirshëm bashkëbisedojmë. Faleminderit shumë Besim. Ju keni qenë zoti Besim zyrtar në Policinë e Kosovës, zyrtar për informim në periudha të ndjeshme dhe në periudha të gjata kohore nga më të ndryshmet. Mund të them këtu që ju e njihni këtë artin e komunikimit parë edhe nga dimensione të ndryshme, nga presioni mediatik, nga orari nga njëherë edhe jashtë punës, pavarësisht nga situata në të cilën jemi ndodhur, nga marrëdhënia me publikun, komunikimi sy me sy. Në këtë realitet si ruhet etika e komunikimit? Ose thënë më ndrysh, a ka momente kur një fjali e thënë në kohën e duhur i ndryshon edhe situatat? Sigurisht që po. Kur flasim për komunikimin, atëherë nuk është çështje vetëm komunikimit si art, po edhe si shkencë në kuadër saj. Ka të tillë që mund mos pajtohen që komunikimi është pjesë e shkencës, por sidoqoftë, nëse trajtojmë komunikimin në aspektin e definicionit të saj, që parimisht njihet se është një transferim informacioni nga dërguesi përmes simboleve, sinjale deri tek pranuesi, tingëllon shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë, mirë po ky definicion në vete a bën një komunikues të mirë? Sigurisht që jo. Ka shumë elemente tjera të cilat duhet kuptuar dhe analizuar në procesin e komunikimit. Prandaj po e quaj komunikimin një proces. Nuk është vetëm një fjalë e thënë. Dhe sigurisht që mënyra e komunikimit e ka një qëllim, do të thonë arritjen e një objektivi. Përcjelljen e porosisë tek pranuesi ose te audienca. Dhe dy mënyrat më të mira për të ndërtuar komunikimin janë çështja e efektivitetit dhe empatisë që një komunikues duhet ta ketë karshi audiencës. Sot në kohën e teknologjisë kur ne jetojmë, audienca po ne është e panjoftër. Është e gjerë, nuk është një grumbull njerëzish brenda një salli me cilën ti komunikon brenda 20, 30, 50 ose 100 njerëzve, mirë po audienca është e pakapshme për ne. Do të thonë nuk dihet se në çfarë masi deri ku arrin porosia. Dhe qëllimi është që porosia që dërgohet ajo të pranohet nga audienca. Dhe jo vetëm të pranohet, por të kuptohet. Dhe jo vetëm pranohet dhe kuptohet, por
efikasiteti ose efektiviteti një komunikimi qartë është kur pranuesi pasi që ka pranuar dhe kuptuar informatin është në gjendje të transmetoj palës së tretë. Dhe komunikimi në situata për të cilat folëm më herët si zyrtar publik në kuadër të policisë Kosovës në situata stresuese dhe situata të krizave të ndryshme e bën komunikimin të jetë në art në veti. Dhe kjo arti i komunikimit është diçka që lind me njeriu në radhë parë dhe pastaj zhvillohet dhe ndërtohet gjatë karrierës, gjatë shkollimit, studimit ose gjatë përvojës punës që ndjek. Sigurisht që në punën tonë kryesisht janë situata stresuese, janë situata të krizave të ndryshme, janë situata të incidenteve madhore, situata të interesave të ndryshme të publikut dhe secila këto situata dallojnë dhe veçojnë mënyrën komunikimin. Cili është dallimi besim mes transparencës së shëndosh dhe asaj që dëmton? Parimisht, në komunikim çelësi kryesor është transparencë, sepse e drejta për të informuar derivan nga të drejtat e ndryshme ndërkombëtare edhe në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Domethënë e drejta për të informuar qytetarin. Dhe këtë drejtë për të informuar qytetarin e ka edhe gazetari i cili kërkon informacione nga institucionet për të shfrytzuar këtë drejtën e informimit. Dhe këtu vjen shprehja transparenca. Shumë herë ne në institucione, kryesisht zyrtare, kemi informacione të cilat quhen të klasifikuara ose të zyrtare ose të cilat nuk duhet dalin në publik për shumë arsye, për arsye jo subjektive, por për çështje të objektivitetit dhe rrugës së ligjshmërisë, sepse gjithmonë në komunikim duhet marrë parasysh që kemi të bëj edhe me drejtat dhe liritë e personave. Prandaj duhet pasur jashtëzakonisht kujdes në raport me viktimën, në raport me dëshmitarin, në raport me proceset të cilat një fjalë e cila është thonë, ndoshta mund ndikojë më tepër negativisht se sa gjendja që është. A ka pasur raste besim kur keni thënë është më mirë që të presim publikut derisa ta kemi tamam të plotë një informacion? Unë personalisht nga përvoja ime flas që kam pas një përvojë jashtëzakonisht pozitive dhe të mirë me gjithë grupin e gazetarëve të cilët sot ndoshta nuk bëjmë punën e gazetarëve, po kalon gjurmë të pashlyera në fushën e gazetarisë dhe unë kam mësuar nga përvoja e tyre. Dhe kjo empatia që ti ndjen ndaj punës së dikujt ta mundson që lidhja profesionale ti të kaloj ato kufi, bëhet një lidhje më tepër e kuptueshme të asaj se çfarë mund thuash dhe çfarë nuk mund thuash në një moment të caktuar. Unë mbaj mend situata kur gazetar, ndoshta kam pas 10 kamera para vetesh me gazetar dhe në grup më kanë thënë që besim largohu, s'do të marrim asnjë deklaratë sepse çfarë do të thuash që më dal keq. Dhe ka pas situata të tilla besoni. Po unë kam konsideruar që është kulminacioni i arritjes së një mirëkuptimi me ata gazetar kur ti vjen si zëdhënës i një institucioni në një pikë kur gazetarët nuk dëshirojnë të bëjnë presion. Po. Dhe kjo arrije, domethënë, me përkushtueshmëri, me punën që bën ti, me dedikimin dhe në radhë parë me kuptimin e punës së tjetrit që e bën. Po. Dhe ka pas situata të tilla sigurisht. Ka pasur edhe raste se e dim që zëdhënësi i policisë së Kosovës në të shumta në rasteve ka transmetuar lajme të rënda, lajme të hidhura. Si e keni arritur ta ruani ose edhe si duhet ruhet një balancë, një humanizëm, pavarësisht kush është viktima? Po, është interesante se varësisht prej situatës. Për shembull, në komunikimin në situata krizash kërkon një koordinim të thellë me shumë agjencione, shumë institucione tjera. Nuk është një komunikim i vetëm i një institucioni, në këtë rast të policisë. Kur flasim për incidente madhore, për shembull, ku përfshihen edhe institucione tjera, atëherë duhet bëhet një koordinim i mbledhjes së informacioneve dhe plasimi i atyre informacione të përbashkëta deri tek qytetarët dhe qëllimin që dëshironin me arrit. Ka situata, se më them ka pas situata, besoj që kanë edhe zëdhënëse të tjerë situata kur disponojnë me një informacion dhe nuk e plasojnë, nuk e plasojnë në publik për arsye të mbrojtjes së sigurisë publike, sepse një informacion i tillë ndoshta mund të keq kuptohet ose mund dëmton procesin faza të tjera. Dhe kjo është një dallim që bëhet mes asaj se nëse disponon me një informacion dhe nuk e thon,
a ke gëny, apo çfarë ka ndodhur. Keni Nuk është qenë çështje të gënjesh, në është shumë thjesht periudha, besim, në periudha shumë të ndihshme. E thash një fjalë e thënë e disbalancuar ka mund të çrregulloj shumë situata. Mbani mend diçka nga karriera juaj, ndonjë sfidë, O, nëse keni shumë. sfidat janë të Besoj. panumërta, të them drejtën, që nga periudha e viteve 2003-2004, kur kam filluar punën si zëdhënës në policinë e Kosovës në drejtorinë rajonale në Mitrovic. Në atë kohë ende ka qenë policia Unmikut prezente dhe unë kanë qenë bashkoleg me zëdhënës të tjerë të policisë Unmikut, të administratës Unmikut në atë kohë, që ka qenë një ndër figurat e para nga policia e Kosovës që jemi futur në rrjedhët e komunikimit me publikun, sepse ka qenë interes i përbashkët, interes i përgjithshëm edhe i organizatës, po edhe publiku në përgjithësi që të komunikohet në gjuhën që kuptohet. Në komunikimi të jetë i thjeshtë dhe i kuptueshëm. Dhe sigurisht që situata ka qenë të panumërta, në kryesisht situata kritike kur është në interes të publikut të merr informacionin shpejt, mirë po është në interes të institucionit të sigurisë që të ndaloj atë informacion dhe të mbledh prova fakte në mënyrë që atë të komunikoj drejt dhe sakt. Dhe kuptoj që puna gazetarit është me nësi koha, shpejtësia se sa shpejt Duhet me përshulojnë. Mirë po, është ana tjetër tek institucionet e sigurisë që ne nuk prodhojmë lajme. Më thonë, ne komunikojmë me publikun duke mos prodhuar lajme, por prodhojmë gjuhën e fakteve. Gjithmonë keni qenë presion prej neve. Nuk është presion, ne kuptoj edhe anën e presionit punës që ju keni, sepse ju keni pas përveç presionit punës mbledhjes informacione, keni edhe presionin e kohës. Gjë që ne nuk i kemi. Po, duhet ta sjellësh lajmin po real. Ju keni kohën e caktuar kur një lajm duhet të transmetohet dhe kjo shton presionin e punës juaj. Ndërsa ne nuk jemi të lidhur kryesisht me kohën, me edicionin e lajmeve, për ne është më rëndësi që mbledhet informacioni dhe ai të plasohet sakt dhe drejt. Zotër Besim, përtej uniformës zyrtarit të policisë, ju edhe jeni autori disa livrave me tregime. Është interesante që një zyrtar policor që, do me thënë, objektivi i punës së tij është deklarata zyrtare, edhe në anën tjetër, tjetë artist, edhe e dim që arti është përtej të gjitha pikave dhe dimenzioneve. Dhe personazhet e tua të këtyre 4 vëllimeve, më duket, të 4 vëllimeve janë në ngjarje faktike, të përmend. Këtu ma ke sjellur Të harruarën. Pak a shumë nga titulli, po mund të kuptoj se për çfarë bëhet fjalë, çka nëse, edhe shiu ka gojë dhe nuk kam pritur diçka të tillë. Dhe thënë, në këto 4 tituj, pak janë si dilematik. Çka nëse, nuk kam pritur diçka të tillë, edhe shiu ka gojë dhe harruara. Janë libra që janë botuar nga shtëpia botuese pa ikonica, në mos ky është libri yt i parë? I katërt. I katërti. Besimi përtej uniformës. Është interesante. Para se ty në temë kjo, janë 2 mënyra se si njerëzit e zakonshëm i shohin gjërat në jetë. Është mënyra e parë që shikon pa pengesa drejt realizimit të një qëllimi, dhe mënyra e dytë që njerëzit i shohin pengesat drejt realizimit të qëllimit. Nëse themi që në matë rrugës është një shitore që ofron për 50% lirim zbritje aparateve telefonike, dhe për atë telefon kemi nevojë edhe unë edhe ti, dhe në të patë mirë shkojmë marrim telefonin së është 50% lirim. Dhe ti thush, po bje shi jashtë. Po tonë 50% lirim. Dhe ti thush, po shi po bje jashtë. Më thënë, dallimi këtu është që unë nuk shoh pengesa drejt realizimit qëllime, sepse kam pas qëllim me blenë në telefon, ndërsa ato që fashetin këtë rast është pengesat drejt realizimit qëllim. Dhe ato që arën një mundu në pjesën e punës profesionale ne ballafaqohemi me situata jashtëzakonisht ndihshme, me situata të cilat ndoshta me shumë dëshirë kishim me i thonë në publik ato çfarë mendojmë, por nuk mund ta themi sepse flasim në aspektin zyrtar publik. Dhe gjithë ajo që nuk është thënë, ti e ke thënë përmes gjuhës mbas edhe alegorike. Është
pikrisht ajo çfarë libri është magjia e artit, në këtë rast të shprehjes së asaj çfarë njeriu ka brenda vetes dhe dëshiron të arrijë një qëllim në jetën e tij duke mos parë pengesa. Vetë titujt tregojnë se sa janë intrigues. Mos e pyet dikush e harruara me domosdoshmë duhet përfshihet në pyetje ose një pyetje të çfarë nuk kuptohem me këtë çështën e harruar. Dhe jo në veprat e mia letrare nuk kam arritur, nuk kam synuar që të bëj një letër, një vepër letrare e cila do të mirret në aspektin shkencor ose të zbuloj një vepër të re letrare. Është ajo me cilën ne ballavaçohemi në bazë ditore, por është me rëndësi porosinë dhe dhimbjen që unë ndjej për një situatë të caktuar dhe mënyrën si të shpreh ato në fond të shkruar. Dhe kur një libri ti vendos emrin një imagjinat, një trillim, atëherë në aspektin e përgjegjësim letrar nuk bash përgjegjës, por nuk e mban as dikon tjetër përgjegjës për situatën që po flasim. Kjo është është emrusi përbashkët i të gjithë të harruara. Ja asaj çfarë na harron, çfarë na rrethon. Dhe karakteri kryesor në romanin tim të fundit flet për pozitën e femrës në shoqëri. Dhe tërë ideja ka ardhur për bërë diçka për viktimat e dhunës, jo vetëm në familje, sepse është një term shumë i gjerë, por viktimat të çfarë do lloj forme të diskriminimit qofshin ata. Dhe forma e parë e diskriminimit, unë e besoj se është mosnjohja. Nëse dikush, një person, nuk e njeh vlerën dhe punën e dikujt për detyrën dhe funksionin që ka, atëherë është hapi i parë i diskriminimit. Dhe pastaj vijnë forma tjera. Unë them, për nga përvoja ime, një mashkull në këtë botë është me fat që në jetën e tij të ketë 4 lloje të grave që përcjellen në jetën e tij. Dhe ato 4 lloje të grave janë nana, janë motra, është bashortja dhe vajza. Dhe pse po e them këto jemi fat nëse në jetën tonë i kemi këto 4 lloje grave, se nga ato çka mësojmë? Nga nana dashurinë, nga motra kujdesin ose sigurinë, nga bashortja respektin dhe nga vajza krenarinë. Dhe paramendoni, këto janë 4 virtyte shumë të larta njerëzore dhe nëse i aplikojmë këto 4 virtyte, dashurinë, respektin, sigurinë dhe krenarinë brenda institucionit, brenda shtetit ku punojmë, paramendoni sa hapa për te do të jemi. Nëse unë e dua policinë e Kosovës, shtetin tim, nëse unë e mbroj, nëse unë e respektoj dhe nëse e bëj krenar me atë kush jam, më thënë janë 4 vlerat cilat i ke mësuar për 4 llojet grave në jetën tonë. Në mësohen, për shembull në shkollë, vështirë në ka përcjell në aspektin teorik këtyre, por në aspektin shpirtëror i përfitohen pikërisht nga 4 llojet grave. Dhe duke marrë parasysh gjendjen, po flas në aspektin statistikor dhe përballjes me raste të përditshme të formave të ndryshme të dhunës nga më të egrat ndaj grave, që nana, motra, gra, vajza tona, atë do e mos të shtyn që ty të bësh diçka më tepër për te asaj çfarë je paguar të bësh si një shërtar policor. Sa ajo tek e fundit është një deklaratë, ndërsa pjesa tjetër e thën shumë bukur në 4 vëllimet e tua, që unë besoj që ti nuk do të ndalesh me kaq, edhe do të punosh edhe tutje që ta shohim anën tjetër të një veprimtarie. Patjetër, Fatmir, është shumë interesante tek puna, të arritja. Për shembull, kur e shohim produktin final, të një libri ose të një pune, atëherë harrojnë përmendin njerëz të cilët kanë qenë bashkëthar me ne deri në arritjen e një qëllimi. Dhe është e habitshme sa thjesht mund të dekurajohet ose të shkatërrohet një njeri drejt arritjes së qëllimit vet nga një fjalë vetme. Është komunikim. Sikur Zotri Nazmir Rahmani në librin tim parë, Botimin, më kishte dekurajuar, më thoshte që puna jote është e pavlerë në këtë roman, sigurisht që nuk do të arrija në romanin e katërt. Por prandaj është shumë më rëndësi që ne të hapim rrugë dhe gjejmë mënyrat empatike, domethënë të jesh në këpucat e tjetrit për ta kuptuar rëndësinë dhe rolin e tjetrit. Për të ecur tutje, Absolutisht që po. Besim, tani aktualisht jeni drejtor për siguri në trashëgiminë kulturore. E ke gjetë veten këtu? Pas një punë dinamike, gjithë një në gjendje gatishmërie.
Nga njerë ndryshimet e pozita ndryshme janë të shëndetshme, nëse jo për organizatin, janë të shëndetshme për individ. Dhe të shkarkosh nga njerë për një ngarkesë së stresit vazhdueshëm, atëherë bësh një natyrë tjetër punës, sigurisht që është një farë riseti për vetë trupin dhe mendjen e njerëzit. Drejtoria për sigurimin e trashëgimisë kulturore ka rëndësinë e veçantë. Unë e konsideroj si tillë sepse jo vetëm se bëhet sigurimi fizik i disa objekteve, të cilat vinë si rezultat i një marrëveshje të mëdha politike që ka ndodhur dhe është bërë transferimi i kompetencave të sigurisë nga KFOR-i tek Policia e Kosovës, ka qenë një hap i matur gjatë viteve 2011 nëse s'ka bëj, dhe këtë përgjegjësi tani ka Policia e Kosovës. Por përtej vetëm sigurimit është ngritja e imazhit dhe shfaqja kjo pjesës së edukative, kulturore e organizatës së Policisë së Kosovës, karshi objekte dhe karshi gjithë atyre vizitorëve të cilët vizitojnë objektet e trashëgimisë kulturore. Besim, stafi i ri që po përgatitet, ka pjesë të trajnimit të gjuhën e komunikimit? Sigurisht që komunikimi është një prej gjërave që vazhdimisht evoluon, është gjuha, është komunikimi. Dhe komunikimi në Akademinë Policore është një prej elementeve primare. Ai duhet të jetë i ndërtuar, duhet të jetë i hartuar mirë, duhet të jetë organizuar dhe duhet të jetë vazhdimisht i përsëritshëm për të arritur drejt objektive. Dhe komunikimi në Policinë e Kosovës mësohet nga shumë aspekte. Edhe nga forma e komunikimit në brendshëm, sepse kemi një strukturë hierarkike ku kërkohet komunikim vertikal, horizontal brenda, dhe komunikimi i jashtëm që ka të bëjë në radhë parë për sigurinë e një zyrtari policor, por edhe për efikasitetin e rujtjes së sigurisë publike. Prandaj është temë që mësohet, zhvillohet edhe në Akademinë Policore, por edhe me trajnime të shtesë që janë obligative për Policinë e Kosovës gjatë periudhës njëvjeçare. Nga do që të shkosh, kudo që të vendosesh, unë të dëshiroj shëndet të plot. Do të kishim shumë çka për të thënë, por kaq kemi në minutat e këtij emisioni. Të inkurajoj që të vazhdo të shkruash, dhe jemi gjithë një mirënjohës, e them edhe një herë në emër të gjithë kolegëve të mi, për punën e shkëlqyer që e keni bërë në kohë reale dhe asnjëherë i mërzitshëm dhe asnjëherë me ndalje telefoni, për gjithmonë i gatshëm për të na ndihmuar. Kemi bërë një punë, ta themi, të përbashkët. Ne pak më shumë ju kemi ndajt mbi kokë. Është vërtet familje, edhe tash të shpreha fjalëve është interesant. Është, nëse them faleminderit, fjala faleminderit nuk e ka vendin në këtë vend. Po nëse them e vlerësoj ftesën e juaj për prezencën time këtu dhe vlerësoj punën e ju dhe gjithë gazetarëve, është një punë, është një shprehje që nën kupton se unë vlerësoj parimisht punën e gjithë gazetarëve. Prandaj them veç faleminderit, i bie që ke bërë një shërbim, dhe nuk është çështje shërbimi këtu, po është punë vlerësimi vërtet për punën që ju bëni bashkërisht me ne. E falenderoj shumë pa shfat. Lehtësia ime.